Është një hap shumë pozitiv i Këshillit Gjyqësor të Kosovës me qëllim të organizimit të punës kryesisht të gjyqtarëve, po edhe të prokurorëve, sepse ne si monitorues të sistemit të drejtësisë kemi parë që gjatë muajit korrik ose gusht ose edhe qershorit ka seanca ku shtyhen për shkak se gjyqtarët për prokurorë në farë marrin pushime vjetore. Po ashtu kjo u lehtëson punën edhe avokatëve, të cilët po ashtu në farë mund të organizojnë pushimet e tyre. Kështu që ky vendim besoj të sjellë më shumë efikasitet, më shumë rregull në gjykata, në mënyrë që mos të raportojmë nga seanca gjyqësore të shtyher, seanca gjyqësore për shkak të quhet mungesës gjyqtarit, prokurorit apo avokatit mbrojtës. Kështu që besoj kjo vetëm do të vërë rregull dhe do të, si themi, mos them edukoj, por në farë do të disciplinoj gjitha palët procedurë. Unë vlerësoj që një hap të mirë dhe pozitiv, për faktin se gjykata do të vazhdojnë gjatë kësaj periudhe të punojnë vetëm çështjet natyrës urgjente, ndërsa për çështjet e tjera nuk do të merren në shqyrtim. Vlerësoj që shkon në funksion të rritjes mbi të gjitha të efikasitetit, për faktin se në këtë periudhë, siç dihet, përgjithsisht edhe institucionet e tjera punojnë me kapacitete le të themi të limituara gjatë kësaj periudhe, pavarësisht që është punu, kemi pas shtyrie të herpashershme të seancave si rezultat i mungesës ose mos prezencës së palëve, por pavarësisht që nuk ka qenë të shkruar fundi korrikut dhe periudha e agoshtit si rregull thuajse me gjithë përfshirjen e avokatëve është shfrytzuar për këtë çështje, prandaj që një vendim të tillë e shoh edhe në këtë linjë që ndihmon edhe ndikon edhe në drejtim të koordinimit dhe të menaxhimit edhe të kohës sonë përfshirë dhe pushim. Kjo do të kuptonte që në periudhën tjetër gjykata do të jetë shumë më efikase dhe puna në gjykata do të organizohet në mënyrë shumë më të mirëfillt. Unë kam vetëm edhe një çështje të lista esenciale e shërbimeve, meqense nuk po e votojmë vendimin si draft, por po e votojmë propozimin, atëherë të lista e shërbimeve esenciale bashkë me zyrën ligjore të përfshihet edhe veprimet që lidhen në procedurën paraprake për mosat. Besoj pruha mund të ndihmojë teknikët të hetimit dhe të vëzhgimit, sepse mund të jenë procedura që mund ta diktojnë rrjedhën e hetimit në rast të caktuar.